thonë që të gishtin hal Drej bileta klasin far Ko me ndu që ndani mu Po s'ki vepra veç fjall S'du dashni për interes Ka kuptim për ty vdes Fema tjera forma Ty provoj mu ka bo ves Amo ti E ke vend zemën ti me numën mi Ma e mira, ma e bukra në shqiptari S'ja fal vetës nëse afër ti e s'ri Zemra zuron ma Na dy pa u pa Kallëzro me besa Se unë e ty po du me pa Për ty dashni Po du me pi Mu dehem vetmi Për ty dashni Nuk kam shoqni Mi ke marti Për ty dashni Po du me pi Mu dehem vetmi Për ty dashni Nuk kam shoqni Mi ke marti Kur do mu shëshmen As me tjall nuk ta thom ram Po ki qef me konviktim Po mlargon nga kiti san Nuk quhet qët kontratu Kur ma shumë me mu nuk je Nuk kom dërmel me tu luth Dhe pse zemën s'po me lem Amo ti E ke vend zemën ti me numën mi Ma e mira, ma e bukra në shqiptari S'ja fal vetës nëse afër ti e s'ri Zemra zuron ma Na dy pa u pa Kallëzro me besa Se unë e ty po du me pa Për ty dashni Po du me pi Mu dehem vetmi Për ty dashni Nuk kam shoqni Mi ke marti Për ty dashni Po du me pi Mu dehem vetmi Për ty dashni Nuk kam shoqni Mi ke marti Spektaklin të ndëtua i në do Mirë mrama najem për ty dashni Kënga ma e re Si pruarje mes bashkëpunim Do me thonë me Beniton dhe Mirje Braja Qish po më tojnë ta qiknis Benito dhe Mirje Braja Në këngën dashni E gjeni në kanalin e YouTube-it Tekstin e ka shkrujt Big Basta, që e falenderojmë shumë Orkestruar nga dhe incizuar Kico Po, në Prishtinë dhe realizuar si një klipi jashtëzakonshëm nga XL Film Po, një ekipë jashtëzakonshme Kështu që falenderit Benitos I cili në këtë periudhë kohore me bëre me një këngë, me një duet Një bashkëpunim të jashtëzakonshëm Si që rëqi janë bitort Ashtu më erdhi na e. Më mbeti edhe mu në mendje, për ty dashni, Po du me pi. Po du me pi? Po. Më shprëve, se. S'kom pi kur. Edhe që aty është problemi. S'kom pi kur shumë kom qef një herë mu deh, po nuk e kom provu as një herë. Edhe hur jam, kam bes me mbaj, po me mundon, një dashuri. E filluam kështu Odeonin, sonte najem fjalla është për ty. Absolutisht një këngë bukur, juftoj që ta klikoni, është klikuar goxha shumë. Benito, ty të urojmë gjithë suksesit e botës. Dikur Benito ishte pjesë e spektakleve tona me grupin Future Step dhe ishte dhe vazhdon të jetë një valltar fantastik, por mbi të gjitha tani më është dëshmuar edhe një këngëtar fantastik i hip-hopit. Të kemi spektaklin tonë dhe të kemi shumë gjera të bukura sonte, dhe të kemi musafir të veçantë, biseda interesante, këngë, humor, e shumë qka tjetër. Në këtë skenografi tër glamur që është dorë vendore. Dhe sigurisht në survejimin dhe punën e një armatët të tërë artistës që janë kamerman, që janë tonist, që janë kompozitor, që janë humorist,
që janë artist, edhe regjisor, edhe që bashkë me një është spektatori e telespektatori gjithandej që na ndjek në Radio Televizionin 21. Po e sot është shtunë, të nashëmi me ne, dhe se me një gjesë. Prap, vazhdojnë ditën me ne, këmbë të mbarë kemi mi ju dhanë, sepse kemi gjëra të bukura. Le tiftojmë pa humbur kohë ato që na sjellin gaz, e humor çdo javë, ato veç janë pra pakuintave tamon në pritje, se janë ato gjithmonë emocionet e pritjes për të dalë në skenë, Dada Hyr dhe Kulja. Faleminderit, shumë faleminderit Për e hajr. respekt hajr paq. Për her, Edhe për ty juve. dashni, e po du me pi, e për her, Për hajr, i sholë, Faleminderit. hit verur, ato të garantune ki. Faleminderit, shumë faleminderit. Të garantune. faleminderit. ama gjithë qashto mirë, e bukur, e jeshme, e Gjithë. buzqeshër, edhe Po, ai pra. Benito fërtë të djali mirë. Po pa Benito shans, ka nuk. pyet për ty si është Dada Hyr ka thonë. O, djali e mirë, ta honë zemën që të I sholla, i shkon more mire, but për një me hit verur. Pa. Tak. U qysh kesh kap e ka pa telefonin e të thiri i Hyrën. Oj Hyr, që dali me pi kafe, na ta dhe peves për djetë, a shoj Hyr qysh për të shkën djeta? Ta mirë ty be që tha, pi hon një 3-4 vuq tu. Ta është zina të fërgune. Ta i a tha si të qokoladës. A si tha kinder. E qërë të një gjeja të shqyqin kafe, si ta kënë të të. Tamam për dojna mu ullë, unë e nervëz, pse bre kule thash, nuk më le me hongër, kur ti e din që unë kur jam nervëz veç ho, pse së më le? Pse mori qka u bo? Edhe po pyt pse a... Po de? Kunoti, Po? me një shëk dë vitin, erdhen me nejt, kishët e nadin të burri, Po? edhe prit që ka një mrena tu janis, asa tu fry, jo ne këm ble këto, jo ne këm ble ato, jo ne këto, kura njëni për dhe ta, unë ja këm ble grusta me tha një kërë, që për 10 sekunda 100 shkën. Po, këtë tjetëri kunoti, tash, adin dhe me kune ma mirë. Unë e tha ja këm ble Ferrarin, aj për 5 sekunda në 100 shkën. Që... Këtë qyshja jam si gjëna i shu që shtë dhe gënë që të qërke. Edhe unë e tha gruste, me tha ja kom ble një dhurat, tha po për 1 sekund, tha 100 shkën. Hajde me tha më zbaj gore ku ki poti që ashtu, di kur u këthy, ha, tha qka i ki ble? Peshore. Moj Hyr, unë me burë të amin, veç nga. Ha. Qka keni bon? Ti ki qef në krevet, unë e kom qef tavolin. Ti ki qef ka dole, unë e shpejt. Pas ka lujt. Ti ki qef në kom, unë e kom qef ullën. Ti ki qef mëngjes, unë e kom qef natën. Po ti kur nuk deshte me pi kafe, kur deshte une? Tu me nutë që natë janë ato pozita. Una e du me të kalëzu diçka. A e din që shë throsin grun që i dënë krejt pozitat. Qysh? Gru pozitive. A mu i burë jam për më të tha, zemër, a bën tha një pytje me tha shtru, thash, fëll, pse tha ti mu për më thirë ë djel? Thash, po ku mos me thirë ë djel, kur me sysën pa të sha. A unë të zonë pitave, të i zamër, që dhe dikush që më ka shkrujt sët, ki shkrujt. Shumë të bukër, tha e ki shofer shojmën. Tha zhmigovcat, branikin, edhe zdi... Brisoqa, na i Brisoqa, sandaran. ki që të po. Po. Ashtë qa do me thonë, bre? Burit adin, kaj. Halo je në garancian. Veç me gudzu aj, haubën, me qel,
patja thy au spuhin e nonës shkomen. Ja për të mirë, mëri, mirë. Burri jem, para një mujdite, e ka hek sheqerin pre ushqimit. Po, Para 3 ove e ka hek kafen. po, Para 2 ove i ka hek cigaret. po. Tash, garante ka më reni nëne. Me keke dhe tia. O, kuku, mu buri jam, po më thirë për i pune. Allë zemër qa ka për drek. Thash ka sup, pull, pire, Po, salat, të më lëriz, edhe baklav. Ua. Tha, ua, a nuk te, as tërë dhe rënë, tha mi bofa të në ato, ta shio më i zemër për qartë të rane, pa të ka orë të i rënë më mi shdryp, yjet pi qedhit ku i rena martu. Ta do me thonë shkofë gja. Ta do me thonë nërë diqka o astronaut. Do me thonë, unë po menoj që me pas jetën perfekte, dvynë do sene. Për shambull, dvynë me pas ndërgjigjen e pastër. Dvynë me pas menjen e shnush. Qasht? Kryt e budallës. Dvynë me pas haresën e zhvillume. Edhe dvynë me pas nervat e buta. Qashtu është. A unë e pa ta lexua dustin tënë Herman Hesen, që thët, e ke që ja lind aty ku dashuria nuk në. Ej, vallah. Jemi në kjërë pas marketingit dhe vazhdojmë me spestakën tuaj Odeon. Se i thënë që në shesin e fjales e mire, këngës së bukur në Odeon, na vinë mysafir anë e anës nga gjithë globi shqiptar, personazhet e veçanta. E kishim pritur ka herë, sonte kemi fatin e mirë e të rallë që ta kemi një përfaqësues nga më eminentët të turizmit shqiptar. Bile mund të themi nga pionerët e rallë që si kur sjell atë stafetën, flakadanin e asaj që paralajmëron një zhvillim të hovshëm. Zonja Zotri vjen këtu me ne, për ju, për ne, për të gjithë, një zotri i nderuar, përfaqësues edhe njerë, thëm, i turizmit mbar shqiptar, zotri i nderuar Vasil Bedinaj. Vasil, mirë se erdhe. Mirë se gjithë ne. Të thras Vaso? Si të dosh, A? Si të thrasin më shumë? Vaso më flasin më shumë. Vaso. Të thrasin shumë? Po thuaj se gjithë. 24 në 24. 24. Vaso, si ta bëjmë këtë? Vaso, thiri aj, na ka ftuar kë, si ta bëjmë këtë? Nga më të ndryshmet. Fillon dita në 7 të mëngjesit dhe kur të mbaroj pastaj. Mirë se erdhe bashkëqytetarin Vlonjat. Puro Vlonjat apo? Puro Vlonjat. Puro Vlonjat dhe është vërtet kënaqësi që e ham mëngjesin në Vlorë, jam nisur sot prej orës 8 të mëngjesit. Rrugët apo infrastruktura na bën të mundur që e ham mëngjesin në jug edhe drekën në veri, kështu që është jashtëzakonisht një ndjesi e bukur kjo. Cep me cep atë ti bim brenda një dite. Brenda 4 orësh, 3 orë gjysmë. 4 orë. Dikur si binim dot? Dikur merrte 8-9 orë, se unë jam nga të parët që kam thua shpesh në Kosovë. Gjatë muajve të dimrit, gjatë muajve të pranverës, dhe bëj krahasimin midis asaj që përshkruaj sot me atë që kam përshkruar para shumë vitesh, është si nata me ditën. Absolutisht. E kisha pyetje të radhës, ke ardhur shpesh në Kosovë? Po thuaj se gjatë gjithë dimrit vi shumë shpesh, kur mërzitemi apo kur lodhemi në qytetin tonë të Vlorës me punën tonë të përditshme, na duket sikur po shkojmë bëjmë një xhiro nga Kosova, nga malet e Sharrit apo diku në vendet me bord, thjesht të qetësohemi, të relaksohemi diçka. Vjen shpesh në Sharr? Po thuaj se në Brezovic? Po thuaj se 1-2-3 javë. 2-3 javë. Po ski bën? Ski jo, po kam qef shumë vetëm
të lëviz, të eci, në përmale, në të vesh përbor, në në përbor, male. po. Au. Fëmijët i kam që i kanë qef të bëjnë ski, por vetë nisem në mëngjes të kthehem në darkë, veç duke ecur në përmale. Edhe E kam kënaqësi. shefe shijon borën, e cila në Vlorë shijohet rrallë ose... Janë ditë të veçanta, kur nisem në herë me ditë me diell nga Vlora, banoj dhe jetoj në pjesën më të madhe të kohës në radhim, pra ngrihesh në mëngjes në Busodetit në një ditë me diell, për 4 orë je në majt malit në një ditë me borë, apo e ham mëngjesin me ato mjaltin e llogaras që kemi në andej, dhe ushqime tradicionale të jugut, dhe vinë e han drekën në veri me tradicionale të veri. Kështu që është një kënaqësi e veçantë dhe shplotëse gjithashtu. Faleminderit shumë që na erdhe. Faleminderit. Është kënaqësi të kemi mysafir. Në realitet regjia ka përgatitur një kronik në mënyrë që shikuesi ynë edhe dëgjuesi ynë le ta di vërtet se në ko kemi punë sonte. Në realitet kush është mysafir? Mysafiri ynë në këtë mbrëmje të këtij spektakli, zotrimi nderuar Vasil Bedinaj. A ndjekim pak? Në brigjet e bukura të jugut të Shqipërisë, aty ku deti takon historinë dhe natyrën, spikat figura e Vasil Bedinaj. Një emër që lidhet ngushtë me zhvillimin e turizmit modern në Vlorë e në Shqipëri. I lindur me 7 korrik 1972 në vazhdanisht, ai ka ndërtuar një rrugtim që ndërthur për kushtimin, vizionin dhe pasionin për vendin e tij. Nga studimet në drejtësi deri te specializimi në shkencat juridike, Bedinaj e shndroi dije në themel të një karriere të suksesshme. Që prej vitit 2003, ai është një nga protagonistët kryesor të sektorit të hotelieri turizmit, duke kthyer resortin Hotel Regina në një simbol mikpritje dhe cilësie. Sot ai administron disa prej hoteleve më ekskluzive në jug të vendit, si Regina Blue, Regina City, Regina Palm e tjerë, duke zgjeruar vazhdimisht investimet nga radhima në Dërmije deri në Himar. Si kryetari shoqatës së operatorëve turistik për jugun e Shqipërisë, ai ka kontribuar në promovimin e Shqipërisë në arenën europiane dhe botërore, duke sjellë zhvillim ekonomik dhe duke rritur standardet e turizmit. I vlerësuar me çmime kombëtare dhe ndërkombëtare si Albanian Excellence dhe Chelsea Argent, Bedinaj mbetet një shembull i një sipërmarrësi që jo vetëm ndërton biznese, por edhe vizion për të ardhmen. Sepse për të turizmi nuk është thjesht industri, është mision për zhvillimin e Vlorës dhe gjithë Shqipërisë. Në realitet shërben si një shembull, unë kur ju anonqova, ju prezentova si një kampion i turizmit në Shqipëri, një ndër ata, si ta quaj, animatorët, si agitatorët e asaj që është e vërtet në këtë rast, ka qenë edhe gjithmonë, që 400 kilometra bregdet të Shqipërisë janë një perlë me vete, po një dhunti që na ka qenë Zoti vetë, dhe atë duhet ta shfrytëzojmë. Dhe ju jeni nga ata që në këtë drejtim keni bërë shumë, duke vënë absolutisht në shërbim së pari vetën tuaj, familjen, gjithë pasurinë tuaj, dhe më pas edhe duke sjell edhe plot promocione të veçanta që kanë bërë shumë në këtë drejtim, e besa dhe duke fituar edhe çmime në këtë drejtim. Por, do doja, si e kujton fillimin e rrugtimit tuaj në sektorin e turizmit? Ka qenë para 20 vitesh, bas e kalova 15 vitet e mia jashtë kufive të Shqipërisë, mërgjimtar ashtu si pjesa më e madhe e popullatës tonë sot. Kam jetuar në një vend që ishte vend bregdetar, dhe për 15 vitet në Shtetet e Bashkuara. Në Amerikë. Po, dhe kam qenë në zonën e jugut në Texas, dhe buzdetit gjithmonë ndëroja qytetin tim të lindjes si ishte Vlora. Dhe atje i thonë një fjalë të urtë, i thonë një fjalë komunitetit shqiptar që nëse, jo vetëm komunitetit shqiptar, nëse i pin ujë 15 vjetë në atë vend nuk ikën më, dhe unë po nëmëroja vitet dhe nuk doja ta kaloja 15, kështu që
bashkë të 15-a e kisha pregatit situatën të kthesha në Vlorë, po flasim për vitet 2003-2004 që ishte shumë e vështirë. Por ashtu si që thatë ju pak më parë që të gjithë e dim që vendi jonë nga veriu në jug është nga vendet më të mrekullueshme të rrugëllit toksor. Të gjithë kemi lëvizur, gjithandej në për Europë, në për botë, gjithë shqiptarët, por jo nuk e gjen kërkun një vend si Shqipëria. Pra kur them Shqipëria që të nisesh në mëngjes ndaj Ceka pak më parë që nisesh në mëngjes nga një vend bregdetari i ngrohtë dhe përfundon ditën në një vend përsëri në të njëjtin vend në malësi me borë. Pra i kemi malet, kodrat, lumejnë, detet, fushat, të gjitha çdo gjë dhe jo nuk i gjenë. Për mendimin tim, më ka lidhur punat që të shkoj në sektorin e turizmit gjithandej, por kudo që shkoj them nuk ka si Shqipëria. A ishin këto përvoja që i përjetoje, i shifje çdo ditë që u shtyn të investoni në turizëm në Shqipëri? Patjetër që po, thash që nuk lejove të bëhen 15 vite. Jo, nuk e lejove. Shpëtove më herët. Shpëtova, sepse kisha frikën e asaj thënies që nëse i pi ujë 15 vjet në një vend nuk largohesh më. Nuk largohesh më. Që bashkë mu bën në mendje që ishte momenti që duhet largohesha. Shqipëria i kishte mundësitë në atë kohë që të investoje, siç e dinë të gjithë, ishin fillimet e turizmit dhe gjërat ishin shumë më lirë se sa janë sot, por siç ju thash, 20 vjet me punë për kushtim dhe jo vetëm bashkë me familjen, i fokusuar në këtë gjë dhe kemi arritur diçka. Bëhej fjalë për një shtet fuqishëm me turizëm, shembull etalon, shembull në gjithë botën, u kthye dhe familja lehtë? Po thuaj se në një mendje u pajtuam dhe gjithë në këtë drejtim dhe e vazhduam këtë gjë. Dhe filluat absolutisht të investoni me njëherë në këtë drejtim. Hoteleri turizëm, po. Për të vënë në jetë ato që thjesht i kishit përjetuar. Edhe puna ime që kisha bërë ishte në sektorin e shërbimit, kështu që e kisha një farë eksperiencë në këtë shërbim dhe vazhdoj ta kemi dhe sot. Kur kam shku në Amerikë në vitin 1989 për herë të parë, më thonin, ona imo, Shqiptar nga Shqipëria, nga Kosova, bile thonin, Shqiptar nga Shqipëria vjetër, sepse ishin më herët e kështu, se këtu i thojnë Amerikë, ha, merë edhe ikë. Çdoja ta thoja vetë, po atë bëra dhe unë, hëngra mora dhe ika. Edhe ike. Ti e realizova atë, sepse ata thonin, ne erdhëm, po mbetëm në këtë. Formimi juaj në drejtësi, që ka ndodhë më pas, sigurisht ka ndikuar në të drejtuarit e biznesit, në... Ajo që kam pasur në mendjen gjatë gjithë kohës është të jesh korrekt, të ngrihesh të mëngjes të shkosh në punë dhe ta përfundosh ditën 10 orash në punë dhe patjetër që do të dalë diçka. Patjetër që është edhe lodhshme. E hape me njerë hotel apo restoran? Me një hotel të vogël, me një numër shumë të vogël dhomash, bashkë me restoranti dhe nga viti në vit pothuajse jemi shtuar dhe kemi arritur në një numër të konsiderueshëm sot, diku te 420 dhoma dhe në çdo hotel kemi dhe shërbimet e tjera të baret e restorantet. Pra nuk themi që jemi super mirë sepse mira nuk ka fund, por po të kujtojmë para 20 vitesh në qytetin e Vlorës apo edhe në qytetet e tjera të Shqipërisë ekziston dhe diku një bar i vogël në lagje, një restorant shumë i vogël, pra kemi nisur nga hiçi dhe kemi arritur të punojmë dhe të përfitojmë diçka gjatë gjithë jetës, ashtu siç kanë bërë dhe gjithë shqiptarët, dikush ka merret me hoteleri, dikush me restorante, me ndërtim, në shumë fusha të ndryshme dhe unë jo për veten time, po them që gjithë shqiptarët kanë arritur diçka, jo vetëm në Shqipëri, por jo vetëm në territorin, po edhe në përbot, siç lëvizim të gjithë, takojmë profesionistë nga fushat më të ndryshme dhe kjo të gjithë e kanë arritur fal punës tyre, pra të punosh diçka do të kur punon diçka arrin. 410 dhoma i keni në Regina Blue, Regina Palm, Regina City dhe Regina Garden. Dhe vazhdojmë. Dhe vazhdojmë. Dhe vazhdojmë, po. Do të flasim edhe për këtë vazhdimin. 410 dhoma. Një njeri që u kthyen nga Amerika dhe dha shembullin nga më të mirë që atë dheu t'i sillen përvojat, në atë dhe edhe ajo që fitohet pastaj është shumë ëmbël se sa në dhe të gjitha këto së bashku, por kur i dëgjon edhe i sheh, unë ndodhem edhe para një fakti se sa po hyj në Vlorë e derisa dal
në fund të llogaras është një shkëlqim, një diçka e bukur që të bie në sy e që quhet Regjina, varësisht nga emri e që përshëhet absolutisht duan të bëjë këtë. Do më thënë, ideja lindi që në Amerikë se do të bëj një tip hoteli, do të filloj dhe shpresa për të zhvilluar që në realitet të realizua. Cilat ka qenë sfida më të mëdha gjatë këtij rrugtimi? Si vende, si që jemi në si Shqipëria, kur në të gjitha drejtimet nuk është ajo eksperienca e duhur, vështirësitë kanë qenë më të ndryshme, vazhdojmë t'i kemi dhe sot, jo në ato për masa, por eksperienca, edhe sot kemi mungesën e eksperiencës të burimet njerëzore që ne kemi në këtë fushë. E thash pak më lartë që në Vlorë në vitet 2003, 2004, 2005 kishim diku një bar të vogël, një restorant, kishim ato shprehje tona popullore, vëlla çfarë do pish. E ke dëgjuar këtë? Kështu që sfida kanë qenë nga më të ndryshme, por gjithsesi kam qenë gjithmonë i vetëdijshëm që jemi një vend i ri, një vend pa eksperiencë dhe patjetër që do të ketë vështirësi derisa të arrish diçka. Por sot jemi mirë, jemi shumë më mirë se para 20 vjetësh, nuk ka krahasim. Akoma po flasim për juve, për ty, për familjen tënde, për emrin e kompanisë tuaj. Në këtë zhvillim, çfarë bëri të veçantë në tregun turistik biznesin tuaj? Unë e mendoj të veçantë sepse kemi qenë një biznes familjar gjatë gjithë kohës. Pra jam përpjekur që ta menaxhoj me familjen time dhe klientët nga gjithë trevat shqiptare. Ta them me pak fjalë që kur i kam 2 bashkëdhetar dhe 2 të huaj kënaqem me këta 2 bashkëdhetarët që kam dhe ndaj gjatë gjithë kohës bashkëpunimi me shumë bashkëpunëtor të Kosovës apo të Maqedonisë apo dhe më gjerë, ku janë, ku flitet shqip, ata dua që të më vinë në hotelin tim, pra dua që të kem një muzikë shqip, një kuzhinë tradicionale, të flitet shqip, të kesh gjithë programin në shqip dhe kjo më bën të kënaqem. Pra ju e dini shumë mirë që turizmi në Shqipëri dhe veçanërisht në vijim bregdetare në vitet e fundit ka pasur prurje nga gjithë Europa, jo vetëm nga Europa lindore kur kemi qenë diku, por vitet e fundit jemi dhe me turistë të Europës qendrore. Pra po ngelem partizan dhe dashamirës i bashkëdhetarëve që më vinë nga diaspora apo edhe nga Kosova. Të vinë shqiptarët e mi. I dua shqiptarët e mi këtu. Shqiptarët tanë, dua që ta ndezim atë muzikën në momentet saktore të kërcejmë shqip. Ju në realitet në 72 i ri, jo shumë i ri, po i ri po, në vitin 90 e lartë, për shqiptarët erdhi liria, erdhi dita e bardhë me pa Shqipërinë mëm, me i bë pushimet në Shqipërinë mëm, se shkonim gjithandej, kush mundej, në Greqie, në për Jugoslavie, ndoshta edhe në vende të tjera, por u hap rruga me i kalu pushimet në Shqipërinë mëm, dhe kjo ishte diçka jashtëzakonshme. Po, në realitet keni ndiku pak a shumë në zhvillimin e turizmit, po dhe edhe në atë zhvillimin ekonomik në Vlorë, që vrehet. Juve edhe si familje, edhe si kompani, edhe si emër, se Regjina. Pse emrin Regjina? Familja ime vjen nga një zonë të Pelenës, nëse e keni dëgjuar, dhe aty ndodhet një vend që quhet Regjina, ose Nivica. Dhe prej andej kam marrë emrin që kur kam qenë në Shtetet e Bashkuara dhe... Do më thonë ke barë. Nëse shumë shqiptarë dinë që zonës jugut, ekziston një zonë në Tepelen, është zona e gjerë, Nivica dhe aty është Regjina. Regjina. Si e shihni zhvillimin e turizmit në Shqipëri vitet e fundit, Vaso? Unë e lidh me atë që thash pak më parë që Shqipëria është një nga vendet më të bukura të Europës, pra i ka të gjitha resurset e veta. E ka detin, e ka malin, e ka lumin, i ka monumentet historike, i ka të gjitha. Dhe mendoj që shkallët që i kemi ngjitur deri tashmë një nga një na kanë bërë që të mësojmë shumë gjëra gjatë rrugës dhe shoh që do të jetë akoma në zhvillim e sipër. Patjetër që kemi punë akoma shumë për të bërë, sepse ishte për ne një eksperiencë e re, por besoj se kemi fituar diçka, duhet të marrim akoma më shumë,
por Shqipëria do të vazhdoj të lullëzoj për sa i përket fushës turizmit, dhe jo vetëm. Si e parashikon, po themi në 10 vjeçarin e ardhshëm, zhvillimin e 2 fishim, 3 fishim minimumi. 2 fishim, 3 fishim minimumi. Që t'isha në 2 panajiret e fundit, në atë të Berlinit që është panajiri turizmit, ku kam qenë pioner në panajiret e para 15 vjetësh, dhe është një ndryshim si nata me ditën të marrësh pjesë sot në një panajir si i Berlinit, dhe ta krahasosh me periudhën para 10, para 7, para 8 vjetësh që ishin me një cep të pavioneve që s'dukshin fare, kurse sot Shqipërinë e njohin shumë operator. Dhe nga panajiri i Berlinit kemi shkuar në panajirin e Kanës, ku ishin prezantimi i projekteve më të mira. Ju e dini shumë mirë, qeveria shqiptare po bën një ndryshim rrënjësor, duke zhvilluar projekte vetëm nga arkitekt me hemër. Dhe në Kanë të Francës, para një muaj u bë panajiri apo prezantimi i projekteve që do të implementohen në gjithë vijën bregtare dhe jo vetëm në gjithë Shqipërinë, mund të themi, në 10 vjeçarin e ardhshëm. Pra po Shqipëria 2040, se 2030 erdhi, dhe po të shifje ishin arkitektët më me emër të botës që kanë bërë projekte dhe i ka po implementohen, ka filluar implementimin në Shqipëri, ku aty gjen zona banimi nga më të bukurat dhe hotelet brend ku janë në gjithë botën do t'jenë në Shqipëri. Pra në nivele më të larta, aty kishe projekte mbreslënse të cilat janë aprovuar dhe kanë filluar të ndërtohen në gjithë territorin vijën bregtare të Shqipërisë. Pra, në 10 vjeçarin e ardhshëm unë e shoh që do të ketë një shumë fishim të numrit të turistëve, sepse e shoh dhe vetë se çfarë bën apo çfarë kërkon një turist që të bëj pushimet e veta. Nëse në rast se niset një gjerman nga Gjermania dhe vjen në Shqipëri, duhet të mendoj se çfarë do të bëj ky turist. Dhe nga eksperienca që kemi pasur në vitet e fundit, një turist që vjen në Shqipëri ka të gjitha. Dhe po vazhdojmë dhe përpiqemi që në radhë të parë duhet të ruajmë originalitetin ton. Pra, mos ta shndrojmë Shqipërinë në një vend tjetër. Këtë emrin Shqipëri, po shërbimi të jetë italian, apo kuzhinat janë italiane, por unë jam partizan i ruajtjes së trashëgimisë. Pra, edhe në subjektet e mia, po jo vetëm tani gjithë e kam mësuar, nuk dëgjohet muzikë përveç muzikës shqipe. Pra, duhet të ruajmë të gjë dhe në rast se e ruajmë të gjë, kemi ruajtur emrin ton, kemi ruajtur përjardhjen ton dhe shumë njerëz kanë dëshirë të na njohin. A mendon se Shqipëria do të jetë në vitet e ardhshme një destinacion elitar në mesdhe? Elitar do të marrë disa vite. Unë mendoj se mbas disa vitesh po do të jemi një vend, sepse kemi infrastrukturën të tillë dhe kemi pozicionin gjeografik të tillë, por duhet akoma punë për të bërë gjithsesi tash pak më lart te burimet njerëzore të shërbimit që të fitojmë atë eksperiencën, se nuk është thjesht të bëjmë një hotel të bukur. Hoteli mund ta bëjnë të bukur, por duhet është një zinxhir i gjithë që duhet të lidhet me njëri tjetrin, resurset humane shumë shumë. Por mendoj që jemi në rrugën e dur dhe është më mirë me gjithë shkallët një nga një. Po cilat janë potencialet e Bregdetit shqiptar që akoma nuk janë shfrytzuar e që në të ardhmen do ta bëjnë këtë destinacion vërtet elitar? Ne kemi zonën e jugut që është jo vetëm jugu, po edhe veriu, zona e Shëngjinit dhe Lipojës deri në Qerret apo Golem që i themi, por kemi zonën nga Vlora deri në Sarandë, që është pothuajse nuk është prekur as 10% e saj. Në vitet e fundit ka pasur një zhvillim të lartë apo high, qoftë apartamenteve, qoftë edhe të hoteleve, pra zona nga Vlora deri në Sarandë do të vazhdojë të ndërtohet dhe do të kap standarde. Pra, e shohim dhe interesimin e hoteleve që janë brand, në Vlorë ju e dini që, apo edhe në Palas, nga Vlora ka filluar që do të kemi hotel Marriotin, kemi hotel Hayatin Palas, kemi Melien, kemi shumë hotele të cilat i gjenë në të gjithë vendet e botës që janë brand. Pra, ardhja atyre në atë zonë do të thotë që i plotësojmë të gjitha kushtet për pasur një turizëm elitar, dhe unë mendoj se do të vijë dita që do t'i shohim të gjithë aty. Vloniat dhe me patjetër i ndërlidhur me Vlorën gjithsesi sa mund promovohet edhe më mirë Vlora si destinacion ndërkombëtar? Deri tashmë është promovuar mirë. Që nga sektori privat që kemi marrë pjesë në të gjitha panajiret, por edhe qeveria shqiptare ka bërë
e ceka pak më parë që shkallët të shpinë me gjithë një nga një, nuk është mirë me u lëshu me i hedhur të gjitha në një moment kur nuk je gati. Pra duhet të ecin të gjitha gjërat paralelisht e pak e nga pak. Duhet të përfitojmë, të fitojmë eksperiencën, duhet të krijojmë kushte, duhet të kemi infrastrukturën e shumë gjëra të tjera, që të arrijmë atje te ai turizëm elitar që ne e përmendim gjithmonë. Pra nuk është mirë me u hedhur shumë gjatë. Me hopa. Jo, pa e kërcyer gardhin, themi ne. E thoni kështu edhe në Tepelenë në Vlorë? Po, pa e kërcyer. Si e vlerëson nivelin e hoteleve në Rivierën Shqiptare sot? Sot ne kemi fituar, kemi fituar dhe review-t apo përshtypjet e të gjithë turistëve që vinë në zonën që nga Kosova, që nga Prishtina deri në Ksamil, është mbi notën 8. Pra do të thotë që kemi fituar eksperiencën, po bëjnë më të mirën e mundshme dhe pothuajse 99% e review-ve që na lënë turistët kur vinë, dhe nuk flasim për review 1 apo 2, po flasim çdo hotel ka atë bën analizë dhe vetë, dhe ju po të futeni të shihni gjitha hotelet e Shqipërisë janë mbi notën 8. Pra do të thotë që kemi fituar një eksperiencë dhe duhet të bëjmë më mirë, patjetër që duhet bëjmë më mirë. A kemi problem akoma stafin e kualifikuar? Nuk është një problem shqiptar. Pra dhe ne kemi kuptuar vetë që nuk është më problem shqiptar. Ajo që duhet të bëjmë është që thash pak më parë që pavarësisht se si vin problemi i burimeve njerëzore apo e stafit, po kushdo që të na vi që të punojë për ne, duhet të orientojmë te origjina jonë dhe të ruajmë atë tradicionalitetin ton. Ju e dini shumë mirë që të shkosh në mes të Milanos, nuk gjen më kuzhinë italiane ku ta që të pish, gjen një restorant, pizza Roma, po s'ke asë një pizzaiol të italiani, ke të gjithë Egyptit, të Indis, të Pakistanit, të Iranit, po të shkosh në Gjermani është e njëjta gjë, po të shkosh në Athinë është e njëjta gjë, pra është botërore kjo, nuk është problem shqiptar, por e rëndësishme është jo të marrëm punëtor të huaj që në Shqipëri në vitet e fundit, po i marrim për të gjitha fushat, në restorante, në bare, në hotele, në fasoneri, në gjitha fabrikat, po vim punëtor të huaj. Dhe ajo që diskutojmë me bashkëpunëtorët e mi është që, okej, ti marrëm punëtorët e huaj, por unë mund t'ju them që në hotelet e mia punëtorët e huaj që kanë 3 vjet kanë filluar flasin shqip. Flasin shqip. Pse po ndodh kjo megjithatë mungesë dhe pastaj mbulim nga vendet e huaja se të rinjt po ikin, apo nuk kemi kriju kuadro të mjaftueshme profesionale ose mungesë shkollash të krijimit të kuadrove profesionale të këtij niveli? Shko, edhe kjo është, por duke e parë që nuk është vetëm problem shqiptar, po është në rang botëror tani stafi, edhe në Gjermania para disa vitesh nuk ishte mjekët apo infermierët që na ikën gjithë infermierët tanë dhe shkojmë në Gjermani, shkojmë na. Pra dhe ata e patën një problem. Pas pandemisë u hapën, besoj se e kuptuan qytetarët e gjithandej që duhet të harxojnë më shumë kohë për veten e tyre. Në rastin e Shqipëri ne i shfrytëzonim hotele 3 muaj apo 4 muaj të verës, tani po i shfrytëzojmë 6 muaj të verës. Nuk na vinë më turistët vetëm në korrikë dhe ngushtë, po na vinë edhe në mars dhe në prill. Pra po mendoj që midis shumë probleme të tjera, po arsyeve të tjera është edhe ajo që njerëzit mbas asaj goditjes së pandemisë, po duan ta shijojnë më shumë jetën dhe të harxojnë më shumë dhe të kalojnë më shumë kohë të lirë për veten e tyre dhe për familjen e tyre. Patjetër që kudo që të shkosh, ka rënë numri i rinisë që duan të punojnë në shërbime. Tani po lullëzon teknologjia, pjesa më e madhe e rinisë kudo që të shkosh, i kene për kompjutra dhe po e bëjmë punën në një pëlqejnë teknologjinë se sa fushën e shërbimit. Mirë, ndoshta do të na i bëjnë edhe kamarierët këta. Po dalin robotët, dhe po të vinë aty ta sillin porosin. Kështu që një zgjidhje do të bëhet, ajo që është pozitive apo që ndihemi ne mirë është që jetojmë, kemi një vend që është i mrekullueshëm. Të shoh se je absolutisht një adhurues, unë e quaj një ortodoks në kuptimin e asaj se ortodokset ngulin këmbë në atë që pretendojnë se është më e mira, në atë tradicionale, në vendoren dhe kështu. Po kalojmë pak te gastronomia.
Apo e shfrytëzon Shqipëria potencialin e saj gastronomik? Dhe sa po e realizon atë? Është rikthyer. Është rikthyer. Është rikthyer në 3-4 vite e fundit, unë po shoh që është rikthyer sepse për disa vite e humbi disi. Ju jeni vizitor të Vlorës apo dhe të qytetit, edhe të qyteteve të tjera që para disa vitesh në çdo vend shikoja kuzhinë të ndryshme dhe jo atë tradicionalen. Unë që jam i kuzhinës tradicionale më duhesh të udhtoja ose të konsumoja në shtëpi ose të udhtoja diku larg për të gjetur një kuzhinë tradicionale. Tashmë jemi rikthyer përsëri kuzhinës tradicionale dhe janë shtuar gjithandej ke ferma nga më të ndryshmet, edhe restorantet që janë në shëtitoret e Vlorës i gjën një italian dhe një shqiptar, pra jemi kthyer dhe po aty ka diverzitet, por çka duhet bërë që edhe gastronomia shqiptare le të jetë një atraksion turistik? Patjetër që po unë atë them gjatë gjithë kohës që nëse do të themi që jemi një vend turistik, nuk vjen një italian për të ngrënë kuzhinë italiane në Shqipëri, për të konsumuar kuzhinë italiane në Shqipëri. Nuk vjen një gjerman për të konsumuar kuzhinë gjermane në Shqipëri. Ata vinë për të parë një vend të ri që se kanë parë, për të shijuar detin apo malet, po edhe për të mësuar nga i vend që shkon. Edhe ne kur shkojmë bashkë, kur shkojmë në një vend tjetër, unë kur shkoj jashtë territorit të Shqipërisë, në Gjermani, në Austri, shkoj dhe konsumoj restorantet e tyre sepse s'ka lidhje që të jesh gjermane të vish tash në kuzhinë gjermane në Vlorë. Pra kësaj ne po i mësojmë që atë që lam pas dore për disa vitesh ta rikthejmë përsëri dhe gjithë turistët e shohim që restorantet që kanë menu tradicionale shqiptare janë plot, kurse ata që janë me kuzhinë të huaj kanë rënë disi. Kanë rënë. Çka i mungon, akoma jemi duke godit në këtë drejtim, në të animuarit e njerëzve, sidomos në mbar globin, sidomos nga vendet perëndimore, që të jenë turist në Shqipëri. Çka i mungon Shqipërisë për të tërheqë turist edhe më shumë nga bota? I duhen edhe disa vite që të përmirësoj infrastrukturën e vetë. Kemi mangësi në infrastrukturë për sa i përket rrugëve apo transportit urban. Aeroportet, me padurim po presim që të hapet aeroporti i Vlorës që do të jetë një vulë apo një kartë e fuqishme për sa i përket. Apo e hapim këtë verë? Si fizikisht, unë e vizitoj çdo javë nga Meraku të shoh se si po e bëhet. Fizikisht po përfundon, besoj se deri nga mezi maj përfundon, por nuk kam shumë informacion, jo vetëm unë, po shumë nga ne nuk e kemi informacionin për sa i përket certifikimit të aeroportit. Pra certifikimi jo vetëm ka shumë detaje që duhet të certifikojnë kompanitë të huaja dhe duan dhe ata kohën e tyre. Ne po bëjmë çmos që mbase hapin në qershor, por presim nga dita në ditë që kryeministri i Shqipërisë të prononcohet sepse i kemi kontaktet dhe kërkesat dhe pyetjet nga të gjithë bashkëpunëtorët tanë në gjithë Europën që thonë kur do hapet. Pra përveç se aeroportit, kemi akoma punë për të bërë në infrastrukturë dhe transportin urban. Transportin urban. Në mënyrë që edhe të guxojmë të bëjmë reklamë, se o burra, mund të udhtojmë, presim, lëvizim o lehtë. Për momentin e lodhim pak një turist. A mund të ndërtojmë një brand që do të quhej turizëm shqiptar? Është krijuar. Është krijuar dhe si do ta kishte emrin? Brendi shqiptar. Brendi shqiptar. Mos të ngatërojmë shumë. Po edhe mos kërkojmë emra të tjerë kur i kemi aq origjinal, aq të mirë. Kemi shumë histori, se duhet të blejmë diçka tjetër. Sektori privat keni bërë mbi përpjekje në këto vite. Unë i kam përcjellë edhe vetë, se kam marrë pafundësisht. Unë kudo më shku në botë, pa ardhur në Shqipëri, s'bëj pushim, nuk e quaj pushim. Vera kam vete mangët nëse s'kam marrë në Shqipëri, tani ma edhe jemi bashkëpatriot të Vlorës, se unë kam pas fatin e mirë që... Kur do ma hikni atë traun aty që ndalon e i të pashaportët? A hikni s'ka që më streson më shumë. 7 Evropës në një ditë në thonë. Po na shikojnë se po na regjistrojnë me kamera, me fotografie, me... Jo s'po i plotësoni standardet e si t'ja bëjmë. Të plotësojnë njërë të tyre dhe të pecë. Zotri Vaso, absolutisht
në një shembull i mirë, personalisht, edhe pa ju njohur ju kam djeg, dhe jeni një emër, jeni simbolik, një farvule e Vlorës, kështu Regjina, dhe mirë sa është edhe territor, nuk, po kalojmë pak tek kompania juaj edhe ndërtimet që synoni të realizoni në këtë drejtim në gjithë Bregdetin shqiptar. Po, është e vërtet që ne kemi vite që merremi dhe me ndërtim, por vitet e fundit interesi ka qenë shumë i lartë për shkak edhe të përmirësimit të shumë gjërave në Shqipëri. Kompania jonë ka ndërtuar në qytetin e Vlorës, por në 3 vitet e fundit kemi shumë projekte që po përfundojmë dhe po fillojmë për sa i përket në qytet të Vlorës, në Radhim, Palas, në Dërmi, dhe kjo për shkak të shumë interesi shumë të lartë. Unë jam sot në Prishtinë sepse hapim zyrën tonë të real estatetit apo të imobiliare këtu në Prishtinë. Kemi shumë, nuk mund ta pranoj të them që kemi shumë turistë të Kosovës po më duket sigur si thash, jam në mëngjes në Vlorë, në darkë në Prishtinë, në Vlorë dalë shëtitje në darkë në atë shëtitoren e bukur që kemi ne dhe kemi qytetarë nga Prishtina, nga Gjakova, nga Peja, gjithandej të Vlorës, të Tiranës, pra jemi është mozaiku shqiptar komplet aty. Dhe kërkesat për diasporës shqiptare, por jo vetëm edhe qytetarëve të Kosovës, ka qenë shumë e lartë në vitet e fundit, për të pasur një pasaport vlonjate. Pra për shumë po blejnë banesat e tyre të dyta të treta për pushime, dhe pse jo, pse të investojnë në një vend tjetër dhe jo në jug të Shqipërisë apo dhe në veri të Shqipërisë, ka në gjë. Jemi një vend i mrekullueshëm. Pra kompania jonë në vitet e fundit ka bërë shumë ndërtime, ka shumë qytetarë të Kosovës dhe të diasporës që janë akomoduar dhe janë bërë vlonjat. Janë bërë vlonjat. Janë të interesuar për të blerë. Për të blerë dhe automatikisht. Fillimisht kanë me blerë për të vendosë, besoj që së shpejti do të mendojnë edhe për biznes. Po shoh sinjale pozitive çdo ditë që kemi interes, kanë hapur biznise në Sarandë, kanë hapur në Dërmi, kanë hapur Palas, në Vlorë, pra mozaiku po dëndësohet nga viti në vit. Pra nëse para disa vitesh ishim vetëm ne si qytetar vlonjat ju ushtronim aktivitete në Vlorë, qyteti i Vlorës tani është bërë një qytet turistik me gjithë bizneset e trevave shqiptare, po jo vetëm. Ka dhe italian, ka dhe qytetar të tjerë të cilët ushtrojnë aktivitetet në bizneset të ndryshme. Pra, të rikëthem, janë me mira qytetar të Kosovës, që jetojnë në Kosovë apo në diasporë, që janë bërë banor të Vlorës, pra nga Vlora deri në Orikum, Palas, Dërmi, gjithandej, i shohim gjithandej. Zyra që po hapim sonte, koincidon edhe me kur po realizojmë emisionin, do t'jetë një lehtësi që të gjithë të interesuarit nga të gjitha trojet shqiptare, po sidomos ato që janë të këtyre pjesëve, të Kosovës, edhe të Malit të Zi, edhe të Luginës, edhe të Maqedonisë, ta kenë një pistë edhe një mundësi më të lehtë për me ardhur tek realizimi i synimeve të tyre, i dëshirave të tyre për të bërë si edhe bashkëinvestues mund t'i quajmë ata që blejnë një apartament, që blejnë një lokal, që blejnë diçka që nesër do t'jetë mundësi jo vetëm pushimi, por edhe biznesi. Po, është e vërtet, ne kemi klientët tanë mbi 200 aktualisht, që janë bërë resident vetëm të kompania jonë në apartamentet që ne kemi ndërtuar, dhe menduam që do t'ishte një lehtësim për të pasur një pik informacioni këtu në Prishtinë, për të implementuar projektin e tyre që kanë blerë dhe janë drejt përfundimit, por pse jo dhe për ata që kanë dëshirë për të blerë në Vlorë. Po krijoj mundësinë që të kemi të gjitha albumet tona, të gjitha projektet tona këtu në këtë zyrë, dhe të gjithë qytetarët që ta kursejnë kohën të vinë në Vlorë apo të rikthehen se çdo kush ka punën dhe agjendën e vet, por ta marrë informacionin paraprak këtu në Prishtinë, dhe mbasi merr informacionin paraprak,
ju përgjigjemi të gjitha pyetjeve të tyre, pastaj i presim në Vlorë për të definuar atë marrëveshjen që ata në shkruar. Pra, zyra këtu në Prishtinë do të jetë ndihmë për ata që ne i kemi tashmë klient, që e kanë shkruar një kontratë dhe kanë bler, kemi dhe resident që banojnë në apartamentet që ne kemi ndërtuar, por kemi pasur kërkesa shumë të larta për vazhdimsi dhe duke qenë që blerje një banese për një qytetarit Kosovës, e blen një banes, nuk mbaron me hajs, ajo banes duhet të përfundoj, duhet ta reduar projekti i brendshëm, projekti i jashtëm, dhe nuk duam ta lodhim klientin të vi poshtë e lartë, por e realizojmë, e tregojmë këtu, konsultojmë këtu dhe e implementojmë në Vlorë apo në Palas ku jemi dhe do të jemi. Pra, është më shumë zyrë informacioni, zyrë koordinimi, zyrë bashkëpunimi, zyrë ftesash, çdo gjë do ta kemi, siç e kemi Vlora, kemi dhe këtu. Që do të quhet? Regina Grup Konstruksion. Regina Grup Konstruksion. Regina Grup Konstruksion po ndërton realisht pothuajse në gjithë vijën bregdetare, baram që nga Vlora deri në Himar. Dhe mundësi do t'jenë shumë të mëdha që të vinë më lehtë tek ato pikat të cilat i duam, i dëshirojmë dhe janë vërtet atraktive, do t'jenë edhe shumë atraktive, jo vetëm për ne, po për gjithë botën. Çka ofron tjetër mundësi dhe lehtësira kompania juaj që të bëhemi, që në fundit edhe unë të mos metëm veç me një banes se më pëlqeu kjo që i the banes, se ju i thoni më shumë apartament, edhe në këtë bisedën tonë deri këtu, ju i keni thënë banes unë apartament. E kemi kombinuar. Për shumë mirë. Çka ju lehtëson kompania juaj më shumë? Unë besoj se të gjithë ata që bashkëdetar që janë këtu apo jashtë territorit të Shqipërisë, ne ju plotësojmë gjitha kushtet. Qofte çmimi, qofte koordinimi me njëri tjetrin, po ashtu kemi ajo që është më thelbësore, duke parë që ata që doni një financim bankar ishte pak e vështirë në Shqipëri, sepse ju duhet të kishin një hipotek kolateral, që themi. Hipotek kolateral? Që ta lini garanci në bankën e Shqipërisë nuk e kanë. Kompania joni ka siguruar këtë gjë, pra nëse do të blesh një banes apo një apartament. Futet hipotek direkt ajo? Jam unë hipoteka. Deri në momentin që del hipoteka përfundon banesa, kur del hipoteka e banesës, dalun dhe futet hipoteka. Pra ajo që duhet mjafton të kesh një punë dhe të kesh një të ardhur normale, që banka të kualifikojë që ti ke mundësi të ashlyesh, kur për sa i përket të hipotekës, nuk të duhet hipotekë, sepse kompania e ka nënshkruar garancinë për tyja. Dhe kjo është shumë sepse, më falë, të astoj këtë, i kishim jo vetë për qytetarët të Kosovës, po edhe qytetarët që janë në Zvicër, në Gjermani, në Austri, që i kanë banesat dhe i kanë bizneset e tyre andej, por nuk ju njihen si hipoteka në Shqipëri, dhe për ata kemi bërë të njëjtën gjë, mjafton që të keni një punë dhe një të ardhur mojore, dhe nuk ju duhet hipotekë. Hipoteka është aty? Është aty, është kompania që siguron këtë gjë, ka lënë pronat e veta, pra kompania ka lënë pronat e veta për të siguruar blerjen nga qytetarët të pronës së tyre. A ka nevojë Shqipëria për një strategji të re kombëtare turizmi duke i përfshi krejt territoret shqiptare? Po më fal, kjo ka qenë edhe ajo që unë promovoj apo bashkëbizetoj me gjithë kolegët e mia, apo gjithë kompanit në qytetin e Vlorës, që jam e mirë është kur bashkëpunojmë jug-veri dhe veri-jug. Pra, në verë të gjithë jemi në Bregdet dhe në dimër të gjithë jemi në Borë. Pra, nëse shofim kështu, do të ecim shumë më shpejt. Dhe unë shof që nga viti në vit, numri i vlonjatëve që vinë në veri, është shumë më i lartë sa ka qenë. Ajo që duhet bëjmë është që të rristim sistemin e akomodimit në Kosovë, sepse numri i hoteleve shumë i ulët akoma, sidomos në vendet që ka borë, në Brezovic, në Rugov, duhet të thrasin 2-3 javë para për të rezervuar një dhomë se nuk gjejmë. Pra, ky ndërthurja dhe veprimi me njëri tjetrin ishte rruga më e mirë. Këto odat e krijuara, ta quaj oda, ekzistojnë?
Ekziston Funksionojnë edhe bashkëpunoni? Bashkëpunojmë, siç është në zonën bregdetare, që janë apartamente Airbnb që ne i quajmë në gjuhën e turizmit, ashtu dhe në mund kur vi Odmar, shtëpi marr. Kur vjen në Bezovic, Bezovic, ndesa ta Gjakun e atje dhe ta pi çajin e ngrohtë. Kështu që i plotësojmë. Kemi punë për të bërë akoma, por jam i bindur 100% që territori i Shqipërisë është i plotëson gjitha kushtet për që një territor turistik, tërësisht turistik. Nëse do të ndryshoni diçka në turizmin shqiptar sot, çfarë do të ishte ajo? Një pyetje e vështirë. Shoh që jemi mirë, ajo që duhet bëjmë është të përmirësohemi akoma më mirë, por jo se duhet të ndryshojmë. Nuk mund të ndryshojmë identitetin tonë, se kur themi për një turizëm, shkojmë në Greqi, për shembull, apo shkojmë diku, shkojmë në një vend që na pëlqen, pra na pëlqen vendi, identiteti, sjellja e tyre, pastaj se det ka gjithandej apo male ka gjithandej. Pra ajo që duhet të bëjmë është të përmirësojmë veten tonë, të respektojmë veten tonë në radhë parë, të përmirësojmë çdo gjë. Dhe për sa i përket gjithave të tjera, ne kemi kulturën, ne kemi infrastrukturën, kemi territorin, i kemi të gjitha, kështu që edhe traditat. Mos e ngacmoj një lule të bukur. Është e bukur, thjesht shërbej të bëhet të qëndroj ashtu e bukur. Një ditë kur nisë në rrugën e gjatë, ndoshta edhe pacak, e mendoje se do të ishte i realizuar deri në këtë nivel që është i jashtëzakonshëm, megjithatë. Ne kemi kaluar gjysmën e shekullit. Po tash s'kemi problem se s'kemi problem, po në gjysmë jemi. Ndihemi mirë, unë ndihem mirë, brezi jonë ndihet mirë, sepse mbas viteve 90 kemi pas ato vështirësitë e identitetit tonë, më shqiptar, pa një pasaport, pa vizë, trajtoheshim ndryshe, kurse sot ndihem mirë sepse Europa ka 100 vjet që s'ka lvizur. Kudo që shkon, i ketë njësoj, kurse ne kemi ecur, kemi lëvizur, mbase nga ju që s'kemi pasur, kemi qenë të varfër, kemi qenë të izoluar dhe kemi punuar jashtëzakonisht, por unë mendoj që jemi mirë, po të krahasoj me ku kemi qenë. Kemi para 30 vjetë s'kishim asgjë, para 20 vjetë s'kishim asgjë, e thash pak më parë, shkonim me një pikë doganore, ulnim kokën, se nxirim atë pasoshen tonë, kurse sot më falë për shprehjen, ja hedhim kështu. Jo ja hedhim për t'u treguar diçka, por i kemi krijuar veten, identitetin tonë, që dikur e kemi pasur të mirë, e humbëm për shkak të komunizmit, të sistemit ashtu. Por sot ndihemi mirë dhe vërtet ndihemi mirë kur udhtoj nëpër aeroporte, nëpër pika doganore, kur shikoj shqiptarët që jemi mirë të gjithë. Pra, jemi mirë dhe kjo fal punës apo fal atij genit të punës që kemi ne si shqiptar, që punojmë dhe nxjerrim çdo gjë nga. A jemi punëtor? Jemi. Punojmë? Punojmë jashtëzakonisht. Kush ishin mbështetësit tu këtu në këtë rrugtim? Me sfida, po të suksesshëm. Mbështetësit, e kam pasur, e them edhe në familjen time që gjatë gjithë kohës kam parë dikë aty përpara dhe kam thënë gjithmonë që dua ta ndjek atë. Nuk është e thënë t'ja përmendsim emrat, por është mirë për çdo njeri që nëse shef diçka, do të bëj diçka, duhet të shoh ku është ajo gjëja dhe të shkoj pak nga pak atje. Dhe unë kam pas 2-3 persona që edhe i lexoja dhe i studioja dhe i arrita sa dhe këshillojsha dhe patjetër që nuk është bërë çdo gjë perfekt, patjetër që kemi pasur momente të mira, momente të vështira, por ne shqiptarët e kemi sipas vendit dhe kuvendit, sipas vendit dhe punës, por në përgjithësi mjafton të ruash vijën, mos kalo vijën e kuqe, gjitha tjetër pastaj një okay. E fillove si biznes familjar, tash ai biznes është zgjeruar shumë, po megjithatë këta familjar janë aty, është zonja juaj dhe... Po jemi të gjithë këtu në Prishtinë sot si familje. A jemi sot si familje? Po, të katërt jemi këtu. Kush e përbëjnë te? Juve, zonja? Kam një djalë dhe një vajzë. Një djalë dhe një vajzë. Një djalë dhe vajzë. Jemi të katërt këtu. Do me thonë Vasili? Sonila, Enea dhe Aili. I kam lodhur pak, sepse të bërit biznes
në këto lloj përmasash, kur ke me qindra punonjës, kur ke angazhime pafund, patjetër që do të marrësh pak nga kohë e tyre, jo pak, nga njëherë ka marrë dhe shumë. Kur vi në Kosovë, them hajse po dalim, i marrë dhe me vete për të një farë justifikimi që shkoj e humba gjithë javën si isha pranë jush, por kemi gjetur kuptimin tek njëri tjetri, jemi futur kësaj pune dhe mbështesim njëri tjetrin. E ka ndërtuar bukur prindrit. Po, Azemi, Bujupi dhe bën pjesë nga këta bashkëpunëtorët që të cilët i ke takuar dhe sikur ja realizuar me ta nëpër vite. Kam shumë bashkëpunëtorë këtu në Kosovë. Në Kosovë? Agjenci turistike. Ke bërë një familje të madhe? Familje, jemi si vlezër, si vlezër. O vlla, u kam thur dhe shprehen, o vlla si je, se ju se keni të përdorë, por ne të Vlorës e përdorën hë vlla si je, kështu që edhe bashkëpunëtorët e mi këtu të Prishtinës se vlla si je më pjosir mua. Kështu që kam shumë bashkëpunëtorë, kam agjencione të fuqishme që kanë punuar për Shqipërinë, kanë punuar për trevat shqiptare, siç është Fibulas, ti përmend se bashkëdetarët tanë janë edhe lirisht përmendit të gjitha ata se travel, shpejtimi, Azem Bujuti, pra jemi bashkëpunëtor shumë të mirë dhe Azemi që më përmendet është një miku im i vjetër, jemi njohur në vitet 2015, kur unë mora një angazhim politik në atë kohë, por falë Zotit Ismeci të futësha në politik dhe nuk u futa. Po këta është i pavarur, ti shë fut janë pësë, janë pëdë, i shë fut. Po kur futesh i varur, i pavarur, po fut atje do varesh diku, kështu që me ndërmoj shpati, që nuk u futa. Dhe jam më mirë kështu që. Jam më mirë kështu ku jam sot me bizneset e mia dhe unë ja uroj. Sa më pak të merremi me politik, aq më mirë na bën. Patjetër që duhet t'i shtym që të bëjnë më të mirën në angazhimet e tyre që kanë marrë për ne, por thjesht duhet të bëjmë presion dhe t'i lëmë të bëjmë punën e tyre. Po na vjen vera, mezi po presim. Janë rritë numri i kosovarëve, të themi kështu sepse kur ka marrë për herë parë në Shqipëri, të gjithë ata që ishin jashtë Shqipërisë, jashtë kufive administrativ Shqipërisë, i qunin kosovarë dhe me thënë drejtën pëlqente kjo gjë. Nuk ka në gjë, ne themi vlonjat, kosovarë. I kemi ato emra tonë, por unë më beson apo jo, unë kënaqem. Kënaqem kur fillon muaj maj dhe shoh rrugët e Vlorës mbushura me targat Kosovës, mbushur restorante dhe hotelet me qytetar të Kosovës, fillojnë shkollat me ekskursionet e tyre që parkojnë ata autobusat nga 10 e nga 15 atje sheshi pavarësisë në Vlorë. Kënaqem kur mbushen hotelet dhe parkinget e hotelet me makina me targat Kosovës, haq më shumë kur vinë të diasporës e i shkojnë ato makinat e bukura, që kam punuar, po punojmë, kam punuar shqiptarët dhe bëjmë pushime të këndshme të bukura. E bukur është, jemi një, e në këtë një kënaqemi bashkë, sigurisht edhe. Shohim gjithat dhe unë, baba im tërë jetën ka punu në Arsim, dhe është bukur se më pyet, ke qenë këtu? I thamë jo. Birim të gjitho të septa dhe për fatë mirë e arrita ditën me pa, se dikur vetë pëse kam folë për Shqipërinë, jam anatemun nga i sistem që ishte. Vasil Bedinaj ishte mrekulli që të kisha musafir, nga ke thënë gjërat bukura dhe gjëra që na interesojnë. Nga ke sjellë pa tjetër sot një frym, një erë vlore, po e ke sjellë pikë pare të një bashkë qytetari juaj, por edhe për të gjithë spektatorët e spektaklit tonë, që realisht duan të dinë gjithmonë më shumë, edhe të gjejnë mundësi edhe pista më të lehta për të ingranuar thjesht në jetën, po edhe në biznesin, në përgjithësi në gjithë Shqipërinë. Unë të falenderoj shumë nga zemra që ishe musafir dhe sigurisht të përshëndes, ju mbaj duart, dhe ju përgëzoj për krejt punën që keni bërë dhe po bëni për turizmin shqiptar. Zhvillimi i turizmit shqiptar, do më thonë zhvillim shqiptarie. Zhvillimi shqiptaris, do më thonë zhvillimi imi, i juaj, edhe i të gjitha tyre. Falenderit, ishte knasi. Ishte knasi, falenderit. Përshëndetje, që fje, a e mirë, a e lodhë.
Mirë. Si je? Mirë, faleminderit. Olo këtë. Me punë mirë? Mirë, qështu? Olo ka pak. Ti? Shpo ka len? Mirë. Dhamt për mashallah, po të vizlojnë. Jo, valla, po më duket se më ka livrit një blumë, se Apo, a? prej si jo mardh, ku nata vogël si mi ka po më duket më sysh, asë hire më duket kam. Kena me të regullu, më stani asë një problem. Se kështu mirë, po më duket që të më ka livrit dje blumë, ba. Apo, a? Po, si mi ka po, aja më syshim. Ta bojmë një kontrol në aty, tash, këtë më stani. Krejt. A pe qelë vish pak gujen? Une, qebret, për që ta gjithë vite, ti se dyqysh gjithë më thu që legojen. Krejt, po më thojnë më shi legojen. Një kontrol vogë, hajtë gujen edhe si më në tish A. Do të më në... Hajde? E ki pak... Jo, po, kështë të kalzune, në thirin fli. Për e me, ajo të nëmë, Okej. në thirin me angër fli atë edhe që më syshë, si mi po, dhe në t'jam ka qitë në esen, kitë se hire. Beson, edhe kjerin të manë e kena parku si në ardhë, në istrit, keti grest, ketë ma ka grist. A ban një që dhe një herë gujen me hopë, të këtëm? Po, Falemderit, hajtë. Thëj, edhe tani... E ki pak një infekcion të vogël. Po, dhe kjo... Po? Po, apëshem, thashën e ty më ka qitë në esen flia ja, me pushtër s'ko, edhe ja kena maru shpin, i kena një mund, me bakshishe tuna, edhe djem t'i ka martu me pare tuna, bre. Heq më stanin, se e këtë në vend sigur, qërë pak e kushtushme është, po kanë me të vizlu, që kanë me të morë laknini Zvicër, heq më stanin. A për shpërlon të që to pak gujen, Qau këta? i loq, për më shpërlo, Për mi hek mësyshina? për mësysh, pak edhe pak për dhamësht. Ani për qes veç pak, peruj, se pas Veç ka pak bën. duhet, të s'ki nevoj me pija s'kur gja, veç gujen e shpërlon. Stërpik edhe pak kirin, se pas ka bën. Haj. Me shpërlo, Me shpërlo, haj. Pak, a? Pak. Oke. Qashta, ha... Veq e gjun. Mirë, mjaftan. Pak, a? Pak, mirë. Pak. Qore. Qako ka këta. Ta pin pak gujen, po këta e regullën shumë, mështë të ki dhe. Edhe, pasha zotin o doktor, s'nalë shojnë dire mësafert. Ja, unë nuk po di mo që shmja bo, nuk po di. Ta një më vën e ki edhe një shpërlau, mje? O, doktor, e lu edhe qëshia. Ali që për shpëlloj që ta Te mirë, bre mirë. Aje mirë, qësh po kalon? Që mirë, falem ditë, po jam shumë në zonë, pret që ato jashtë, tash e regulloj me këtë Jo, gujën. valo, jashtë po pres se zhek. Po nuk më nështu, a përshet që kam një pacient. Po zhek, bre, doktor. Hajtë bre ullu që to, ku mu gjithë që tash. Doktor, pasha zotin. A pe shpëllon gujën edhe njerë. Bona edhe njëherë, hajtë. Hajtë se mjeket, krejtë mjeket. Hajtë. E shpëllon edhe gjunë që të që. Që më stani. Qore, do të me ta gry edhe një dhame ki onën tjetër. Do bere që është të nëzjetë, pasha zotin, doktor. Nëse vjen kunata, pash zotin, unë ti jepi ty porët, mësë jam leq ma mirë se më. Ja, më stani. Ja, më stani, që dhamë që... Unë të merëm vesh. Shka dhune, bre? Ha? Shka ki? Këqi, doktor? Malinëm këqita? Që ta e pite, a? Po ma qite! Koko, ju mërë ty nuk ta qiton e lash që të... Që të se Sa lona, mërë me po që pi? të ma qite. Thor, zhek. Po nuk e qita për ty, mërë, ku po këtë mytë? E i normal për ti? Doktor, qau po. Ku? Qau bo, doktor. E ka pi mërë këton këta e mytë. Pa thash bre del jashtë që atje jenë. Kilo që ti. Mëno me pështy? Haj me dhe, haj. Mos ta këqyri heq. Allah ila që si po më qetë. Nuk ta kom qitë mërë ty po të e mu vetë. Unë e veç e lash që të. Kjo është për më shpërlo gujen. E shka të më këta? Të mytë. Pa i me edhe doktor, ti doktor dhe të me ditë. Pse për ma qetë këto, a po ullo? Unë e veç e asë nuk të këm po ty, unë e veç e këm lonë që të qenë, nuk të thash pije. Po në thash zhek, ishe për ma qetë da ujtë saf me pi. Ku, Më bërë bëndi shka? Po doktorën, O, Adolin, ti e këto a? ti je, Shie. a je mirë? Mirë ti si je? Ja, po një je, një, a? a? Mirë ti, a je mirë? Po njimi që shtë njone, profesore, Ana, ishe ne, kom ullë post. se këtu sinin një udë, ullë në. Profesore, ishe kom post, Hey. a këtu jetë e dham ta? Po, A po, bre shka më boni? erdha prevaloj se... Sytë letë kesh të Më të falë, vjellë. a, ko mund si me prit pak? Që për Ta të fulli, kujme që me shto. profesore, Po, fut. unë ka një mu me la Benishin. Falë sojmë shku në Gjermani. Vesh kam ja boni kontrol edhe vazhdoj ti me Vesh tonë. pak, bre, më së gotë fulli me tonë, më së gotë. Që shi dhe ndëllin, familjen, qysh po kalën atje? A je mirë ti? Mirë, po. A pështu dhe? A je mirë? A ju, zban. Zban. Hej, Birja për të ujo, doktor, se puna dekë që të...
Shko birja du. Te ti kry një për zdytnet. Jo, Unë po dal pa pushej që ato dhe kthejna ma vën. E vazhdoj me ty jen. Zotit, bravo. Hajt, Shka ke, bre? inshallah po të myt. uj, birja. Shka ke? Ja nuk e di tha për mësysh. Uj? Nështë ta s'ban kur gjo se për E mësysh. ku e murë këta uj? Po mu më tha me shpërlog ujen. A ju ti kja? E për te zgërdit na profesorish, se kam gore kështë e ka shti kënë goj. Që me të kotë kënë goj, zhapinin e cuf. Ja mu më tha me shpërlog. Shkoj shkoj me doktorish, e këta. Ua veç, qëre, ma kanë gjitë i dhamë që kon, kur s'kom pos dhamë që kon fel, se ke po ka shënë keq, veç me mon 400 euro, që kon se kur valloj edhe s'm pen gjetë blumbën, edhe po mbjen se s'ka pos kur dhamë, veç me ti fshi pore. Po shqytë në shqyqyr që e gjitha se u myten musafir të myten, plus një kunat e vogël më ka ardhë, shqyqyr që e gjitha këta po vi këtë, ku jaspinjat aty. Se ta në gjetë dhomin pa pos nevoj, veç një tap një guje, ta ban hap e guje në krap, 20 euro të merë. Po edhe one veç po iki, po vi, thash po më livrit një blumë se bëllë mire kam. Që po shkam qiti, që për që ta ujtë, ty adiku më ditë së shte me pagu. Po normal që të shte me pagu. Burin që sheki. Mirë është vreti. A pa bërtet hala që shtu? Qashtu i trend. I trend të më kry, kënë të mble me dalë. Po ti në Zvicërat jasë po mund mjeshtër mu paka? More, këtë se në Zvicër zgudzo me livrit. Si të vje këtë piqa hunë? Këtë më ka Atje koja në unën. sa Se burin, e lash, lirë, aj, të mytë. Këtë s'po gudzoj se pe i ka krejt vetit. E kush është një djallë që atje jashtë? Po i jemi a të më prit ku... Që po vjen? Të më prit. Nuk e me hi, është. Oj, non, a të ma shpejt marë? Ka dalë marrë shka po bërtet, që kjo djallë jota? U djallë jam ka dole se më ka fi zoni. Mora, e pe që dole doktori, që po rreti ma shumë këtu? Më ka pi goja, më ka pi djallë. Shkuj pas ka go bobës të vetë keta që si gjelozi jeve baca? Po pu se bobe kam normal që i goj. E shka po tutësh nona, të mje kja Jo, orto? djallë, shuj, se veç më ka pi goja. Që sa jetë e prit atje? Allah e rashe një orë e gjys. Ani dhe të në mje ki kalaj, së janë rejtë dhomin, do të mja pinje me prit pak, atë ka thonë me nëzirë dhomin, moma, po. Sa ere kum prit nonën temë, shkoj kemi nëzirë dhamë, dhe ke prit djoli jam që të malë me ke kryt, dhe ke se po he nona me nëzirë dhomin. 3 orës dilke. Të njera kun zërë me nëzirë dhamë, a pjoj dhomi? Pa i pjoj të herk nej, hera nej. Nonës tonë kur gjohë, pjoj ka herk nej. Nonës tem jo aj ke ka, ju ka pasaj ka këtë që ka na pas jetë gjekra pa nëzirë dhamë. 4-5 vjetë. Edhe ta shumë ka lajmi nëzirë dhamë, bos jam. Nësë badit gjelës, dje nonën, artë e mjeki, zbonat nomi. Qështë ti pasu kështu? Po. E me bo nonës tem ju bo që ashtu, dije që ti ki me pos punë me boben. Ja, pëse me po, ka kamarën e faj, nonës tonë një bofë qështu, dije që doktorja ka onë i kësim keqë. Unë nuk kam faj, pa mërë e nonën që pishë pije. Do ki po lipë ka me tja kojnë nonën? More, të jo më Hani botë, kështë se që t'joje, që të kupodhu ti, nonës, hajde të doktoris, a ja ka onë i kësim, unë s'kam faj. Ndesë mirë më shkretoni. Haj ka bobes nuk e la. Hajde. Në djallë jam se kur që nuk ka... Jo, në më be, më shojtë, në lita. Jo, djallë jam të... Hajde, më.
Mirëmbrëma. Çfarë ke instrument kështu? Probleme po kam shumë. Ha? Nge. Kjo fashise kështu, ha? Problem, Bob. Në familje problem. Me femra problem. Që me femra? Me bia problem. Me bia dim këto, mo. Në këtë botë kalimtare, s'po me kuptu, Bob, sprovësht. Sprov, valla. Nuk e kum dosht fshisën me pa me sy. Edhe? Tash pe dashuroj. E du fshisën. Ani mi e shumë? Unë e pi familjes na em kur gjës këm shef. Gjithë që kum kalzu rrugën e drejt, jënë mënu me mbesu dhe se ju mbind. A po, ha? Ama na em, me më përzin kërë nuk kam qef. A jo, ha? Kërë jo personal o bo. Po, dhe po. Në kërë temen, pse pelon shpesh kërën? Që? Qa ko lidhje mërë, unë të shpia kesh nuk pido kur gjë. Jo. Pi respektoj kitë kushtet pi kry. Jo, për shpesh pelon kërën. Që. Një shimero pelon. Që. Plus një ditë bike shishkova me lo kërën. Edhe? Ta shtaloj edhe jashtë dhe mrena. Ha? Pse bre djoli jam, për dhe me hargjun gjyrën kërët krejt, të e lo jashtë e mrena. O, Bob, më mirë është me lo kërën, se me të nëzona i kime në kërë. Na em, unë e kuptoj nuk është letë për një moshkull, me shku mishti njerë në ato lorje, e me te kopat fshis, e me him ropa, e me ti fshi kimet, vërte. E nështë të karona i vëth në për kërë, e me te kop shpëzërën me te shkum, se ka met në i farë filteri me karmen, e rondësh na em. E shtirë. Edhe na em po të koncentrejtu në kom shuqe shumë. Shuqe. Kam shuqe me flokt kuqe, me flokt bordha, me flokt zeza, me flokt kaltërta. Hypa e me flokt kuqe, thot qka është kjo ki me zez këtë? Që? Lëndohet, Bob. Lëndohet, po. Hypa e me flokt kaltërta hyp. Thot qka është kjo ki me bordh këtë? Edhe ajo lëndohet. Edhe ajo, shtirë, valla. Ta shë kom ble fshisën, Bob. Cila kip në kërë, i kam që fshisën? Këtë bësh me doli fshin kimet e tua. Po, të mos vetë. Mëre, na një unë am tha, pse tha tja ki dhe shu që tira që ju në kera? Nuk po thëm që këm shuqe. Po nona më ka thonë, dhe sa ta krysh fakultetin, mos rre me qika. Po dhe? E për që ato mos me bu marak, nonën e kam. Ku janë i nona za Bob. Nona di që ka thonë, birë, qaj që të ma donë djoli në ne du. Vjekë, si kur tringa, ta ka dosh platurin, se ki qore pa e dosh, dhe e miri. Qështë? Ta ka dosh djolin edhe ti dësh me dosh. E me bia, edhe ato për mëdhimet, po mas leti pe kalej me bia. Tu bu me ronë. Pa të në shoqë që së për thu, po një biu kon. Po një bi, po s'po muj me rajtë, se ja ka mësu flukt. Ajo ka mësu. Edhe Bob, një bi në 12 notë në tyre. Vla me në mëngjes. Që shbën 12 notë me mëngjes? Zhoj mutër na po dojna me ropa, shti me në mëngjes. Ja vla si nësë të metën si s'ko mujtë mi qelë heq. Edhe i spedia është mëngjes amromje. Indi ishja tik, tha ma kanë gjitë. Thash mutër bashkë që gjendjeja, 12 notës ashtë qëtë vlo për mutër. Shkovat e mutra, hina aty, vlo s'po mëj. Unoza e tretë, ma kanë zonë mishin me të 4-tën. Babe, dita 3, 400, 3-400 erë jënë t'i vytë. E që këmë t'i dërën nga ketë, i këmë dherë një 400 erë dhe ashtë mutër, që thash më s'puki nevoj në i terapi. Këm vlo, këm, thash e di që ki, po kur t'i jep vlo të knoqin ma shumë. Moj, thash mutër, se djollit e ki marë më argjën. Edhe tua se një argjën, moj, thash mutër. A din shuqu, s'moj e smuta, pa ta qitë një kafe s'moj. Të lëshoj një konga ty, fletërën plumbi për pjetë, vlo jo në martuët si vjetë. Dhe që në marë një durën, halo, po s'kërdu vlo jam i pasër nuk martu në pa bodasëm. Bob, ku morën për fëndem. Si kish pare, mojnë men. O edhe palidhje fëllë, Bob, gjithë mire ki. Mëre, Bob, edhe në që shtë këmë javë, Bob.
Maturanto sa të lumtur jemi, bjerda ullë sonte të vallëzojmë, mramjen ton po e festojmë. Eni këngën son ka themi, maturanto sa të lumtur jemi, bjerda ullë sonte të vallëzojmë, mramjen ton po e festojmë. Morën e bashkë me to, ha? Mos se Zoti është i madh, duran një herë, 2 3 dikur ta thën mirin cop pas cop ta bën. Si që, me që hynë në skenë thuj çfarë ke për të thënë se ne do të këndojmë, ne do të bëjmë program për vitin e ri. Luajmë për na ti bi motat Mustafa original. Çka ka ja pun dan qytet me ushatit nuk e kanë kënu këtu. Se këtu janë të mushtishtit. Po? Po. Kush e ka këndu? Motat original Mustafa Gjermone. Motat Mustafa në skenë. Na im që tu janë motat Mustafa, të nderuar shikues dhe televizikues, jemi me motat Mustafa live. Që? Sa fete? Që sa vitën s'ken? Mati. Sa fete, cila kongë që ju keni këndu më së shpeshtit shkëndërmend të këndosh prapë? Deshta me cekë që ju mbosh shumë këngëtare tash. Është e vërtet. Kur kemi kënu na, do këngëtarë që sot kënujnë, as me folë s'kan ditë. Kongën dalë në qytet. Më falë, e ti që po fletë kështu? Zonin e dytë si atim. Zonin e dytë, shumë mirë. Shumë mirë. Po, sa fete? Konga dalë në qytet, e kemi pas bo këtë në herë ma te, se dalë shumë me bo pazar, edhe kënej shumë kongën edhe shëtit shumë ka pak. Sahida e lodhë? Pa jesë pa bojmë sana, veç që është me këmë kanak. Të kje zajf, shkrum të kje. Shkrum të kje zajf. Pa më hangë shpirtin kjo në dytën, të ja për cjellë pëndzet në atë mëzimit. Ja, ti e ki edhe pak ekipi burët, e ki burën e shtirë pak. Qashtë të vallohaj për tash nese më s'qelmi, se Ani, okej. në artistët më dhoja. Cilat motra si pas juve janë motrat më më zënë këtë vend? Për ma me zoa dhe me trep jena na, mëtrat original që jena ta mërë madhe në Gjermania, i kur që nuk elshën ujin, e tash ma thurë të dërë të li farë mëtra si e mëtra kësi edhe mëtra të mëzije. Po, ata e më vlazën, në falë. Pa shfar vlazi për këtë shatirata si dresh, për shfar vlazën ata. Sa fete? Apo na tërkon pak për këtë vajzën se nuk për njohmi. Na jemi 8 motra din gjithë. Mashallah. Motra din gjithë? Nona gjithmonë ka pas qef me pas nonë. No. Po kushtet pak vështira edhe nona i boni vjetë, mos mojke. E kemi morë këto të zake, kemi qik tezës. E për vitri dhe mja bo nonës si sërprizë. Pris. Atëhere për knatësin e juaj dhe tonën motët Mustafa dalë në qytet me ushetit. Dalë qytet unë me ushetit, o bati s'kaloj kjo dit, me shkoj me djallit të reqoj, por me shkru nuk
ndërqoj, por me shkru nuk guxoj. Motrat Mustafa për festën e vitit 3, një këngë pak më ritmike, ju këshim lutë. Faleminderit. Marna, bota. Para deres na ka I dikushe, para deres na ka I dikushe, dile ishte sasar na I kushe, dile ishte sasar na I kushe, para deres paskan dol qërshia, para deres paskan dol qërshia, dile hishni oj motrat e mia, dile hani oj motrat e mia. Qikat e gjithkujna nuk I dojna, qikat e gjithkujna nuk I dojna, kem zanot na kapa ki munojna, kem zanot na kapa ki munojna. Opo Ganga Style. Opo Ganga Style. Hey, sexy lady. Qëri ati dorën 3 metra, për njët për mas, atë si mi më shumë me lampari, dhe këndolla t'la. Dolla. Ka të dësh. O pasha zotin adin për bëjbe, që qa për thëmën e kësha me të retë si qikje qika, mës me pa pas kështë dralonin, për thëjnë burrit bëtoj, burrit bënzëj. A që... Unë e gjoj që të Sofien pata me bon zoj për se shkajke për ftyre, thash, qa me bo të bajtoj, se ma mirë shkajke. Po, mi hiria që shumë e zoj se ka pas burrit zëtë një. Mirë, pa të baj zoj e të bajtoj, për qa me bo në mjë. Kam pëkshir? Ha? Kam pëkshir? Që që të pëkshir e përkora? Ekshani shtri. E pëse me, Shefi? Po të vjen more t'ju apo do këtë vete. Hajde shtë. Aje bëdoll t'ja? Jo, s'jam bëdoll. Unë të peneshmën, gërun peneshmën. Nuk peneshmën, gërun, pa... Shka me bo, pa duhet me qërë Shefi. Nuk I kam qase veshti I kia? Manërsh pak I ki. Manërsh I ki? Ashtë më sasojnë aje mo nuk ta. Ashtë repa Sofien, u kry sali me ty. Ma shumë le Sofi të vetë muar kështu. Sali e pote penal nuk doshte, u kry sali. Bite Sofi! U kry e sali. Sofi! U kry sali. Hajde I kënenaj. Hajde rriti se pekolmi. Tut nalti vesh sali le t'i lënë pësh, sali hongre. U kry me ti, shpi më nuk ti, s'kishka me ba, ti në tërshi, s'kishka me ba, shumë kima. Hey, baby, shka I bone vetit, shkeve mas një vetit, ta nëzirë mas për jetit. Hey, baby, shka I bone më një vetit, shkeve mas një vetit, ta nëzirë mas për jetit. Keshka t'ju jeti, keshka t'ju jeti, ka mojt me kaki janit, ta që I asaj, aj. Keshka t'ju jeti, keshka t'ju jeti, ka mojt me kaki janit, ta që I asaj, aj. Sofi prap, ma jep edhe I shonç? U kry me ti hëp. I shonç? As një hëp u kry. Sofi? U kry, saldi hongre. Sofi? E hongre. Put your hands up, 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 put your hands up. This din me kry, vesh din me nis, je fika shpis, pik qyrt këshis, ti po së fis, bëj me lakmi, tri pa
paradis. Qa ka me pas, a jetë të po, ka me të po. Bubin se ki mo, bubin se ki mo. Hej, bebe, shka i boni vetit, shko dhe mdim as mirë vetit. E tash, nëziju mas përetit, shikri ta. Hej, bebe, shka i boni mirë vetit, shko dhe mas mirë vetit. E tash, nëziju mas përetit, edhe të usta kanë mirë. Keshka tu jeti, keshka tu jeti, ke mojt me koni jani, tashe i asaj, aj. Keshka tu jeti, keshka tu jeti, ke mojt me koni jani, tashe i asaj, aj. U kry Sali, javë Sofia, dhejtje me Salin, së Sofia vetë. Keshka tu jeti, keshka tu jeti, ke mojt me koni jani, tashe i asaj, aj. Keshka tu jeti, keshka tu jeti, me koni jami, tashe i asaj, aj. Salvi hongre! Lani mirë, ndroni bukur, gjoni në pakin që të rapërson të nëjë. Dhe mirë në pakin në vësje.